Një vazhdimsi që nga sezoni kaluar që edhe vjet në play-off, në play-out, do më thënë, arritit të eliminon të Podgradecin, fal një autogolit të Podgradecarve, nërsa këtë vit është një vit i zi për Tiranën deri tani, nuk shkon asgjë, ka ndruar 3 trajnerë, ajo që të shqetëson më shumë për te i vëndit fundit që ka vetëm 7 pikë, pra është një situatë shumë më të keqe se kur ishte Kura në vitin në sezonin 2016-2017. Ajo që të shqetëson më shumë është që Tirana, lojtarët e saj, siç duket nuk e dinë që kanë veshur fanelën e Tiranës, që është një fanelë shumë e rëndë, është ekipi më i titulluar në Shqipëri, nuk ka, janë shikoj lojtarë pa gjak, pa grind, nuk ka konfrontime fizike me kundërshtarët, nuk marrin kartonat verë, ka një, duket si ata që hajtë se kemi diçka për ta hequr, do lym një neshje edhe nga ana tjetër shikoj stafin teknik të trajner, nuk e di se si luan Tirana, askush nuk e di sistemin që përdor, vendosjen e skuadrës.